Lavdrim, ti je vetë disuar, ke hedhur kandidaturën në qytetin tënd. Është kjo për shkak se ti e do Kuksin, është për shkak se ndjen problemet e Kuksit, do. Shiko, mendoj që Këshilli Bashkiak, le ta sqaroj këtë gjë. Antari i Këshillit Bashkiak nuk është se paguhet në një qesharake, po themi simbolike, paguhet me 10% pagës kryetarit, e cila dhe ajo pastaj tatohet me 15%. Kështu që nuk është për një përfitim. Nuk është përfitimi direkt. Unë do t'jap një shembull me që ishim në vazhdimën e asaj që po diskutonit, kësaj shkputje që kemi krijuar edhe brenda, domethënë komshia me komshin, njerëzit brenda një hyrje në pallat. Para ca kohësh, për shkak se ishte prisha e ambientit aty përpara, unë bashkë me një person tjetër marrim një vendim që ta rregullojmë. E di çfarë ndodhi, sepse unë nuk kisha kohë mjaftueshme për të marrë më atë punë, sigurisht materialet bën pak punë dhe pritëm që njerëzit e tjerë të atij pallati, pra të asaj hyrje që unë jetoj sot, të reagonin, pra thjesht vinin dhe ta ndihmonin për atë punë këtë vogël që mund të kërkonte 2-3 persona për një pasdite dhe askush nuk e mori këtë iniciativë. Kështu që ky lloj hapësire që është kriju, kjo lloj mungese e komunikimit mes nesh, absolutisht që pastaj vjen dhe shfrytëzohet nga forcat ndryshme politike, nga qeveritarë të vegjël apo të mëdhej, sepse gjen hapësirë, nuk gjen koordinim, nuk gjen bashkëpunim mes njerëzve për të ardhur dhe për të kërkuar gjëra ndoshta shumë të thjeshta. E thash këtë pastaj për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj. Unë kandidoj si për Këshillin e Bashkisë, nuk është një gjë e madhe, pra është përgjegjësi më shumë se sa përfitim, është ndjeshmëri kundrejt të qenit pjesë e një procesi vendimarrës logjik, të drejtë dhe të ndershëm. Kam shumë nga ata cilët kam folë, cilët janë pjesë e partive politike, në momentin e parë thonë që shiko, i pavarur do thotë i pavarur dhe ti nuk merr përgjegjësi. Pra ti në një moment caktuar mund të bësh çfarë dush, e ngren apo se ngren dorën. Por nuk është kështu. Unë tentoj që të hyj në atë këshill për të marrë vendime të cilat shkojnë direkt në të mirë të atyre njerëzve të cilët unë përfaqësoj, ose të paktën të jenë vendime që kanë logjik brenda. Në historikun e këshillave, të paktën zonës nga vi unë, por mendoj edhe në shumicën e qyteteve të Shqipërisë, janë vendimet që janë marrë janë krejtësisht të paparat, pa logjikshme, cilësia ka qenë shumë e ulët për shkak edhe të sistemit, sepse nuk duhet sistemi që është kriju një mundësi që një komunë me 500 banor të ketë një këshill komune i cili ka 11 antar, normalisht që atje do jenë 2 me shkollë të lartë, 1 me shkollë të mesme, 8 tjerët nuk do kenë arsimin e nevojshëm që pak të marrin përgjegjësi. Unë e shoh si detyrë qytetare, kam mbështetjen e shoqërisë civile në Kukës, të organizatës të cilën përfaqësoj, kam mbështetjen e grupeve rinore, por përpiqemi që të organizohemi dhe të bëjmë një mini fushat me disa prioritete që ndoshta pak më vonë do t'i shpalosim. Po, shiko, unë do flas në fakt shkurtimisht për 2 çështje. Ndoshta për atë ndikimin qytetar që ne mund të kemi në momentin që organizohemi, dhe kam fjalën për një nismë që ne si rrjet të organizatave shoqërisë civile në Shqipëri po ndërmarrim dhe jemi në proces. Nuk është një proces që ka filluar sot, sepse është shumë e rëndësishme të kuptojmë që zgjedhjet janë në një ditë, por duhet përgatitesh që shkosh në ato zgjedhje, edhe si qytetar, ashtu siç përgatiten edhe politikanë të partive politike. Atëherë kjo nisma quhet POP. Kjo nisma quhet POP, është partneriteti i disa organizatave, janë 10 në 10 qytete të Shqipërisë, të cilat një pjesë janë një hap para, kanë punuar dhe kanë zgjedhur, kanë rënë dakord që bashkë me grupet rinore dhe me qytetarët në 5 apo 6 prioritete, dhe duke kemi marrë parasysh absolutisht mundësinë e matjes prioritetit. Unë do marr shembullin e asaj që kemi bënë në Kukës, ne kemi vendosur disa gjëra të matshme dhe e para që është në listë, e cila është mbështetur nga rreth 700 të ri kur është propozuar, është që ne kërkojmë rampa në qytet. Pra trotuaret të jenë funksionale me rampa shumë të thjeshta. Ne kërkojmë rampa në të gjitha pjerrinat për karrocat me rrota. Jo vetëm me rrota, por është edhe për pleq, është edhe për nanat me fëmijë. Pra është diçka funksionale, është një simbol. Dhe aty ku ka pjerrina. Kuksi nuk ka pjerrina fare. Nuk ka askund. Janë 2-3 institucione që i kanë, spitali, po mendoj zyra e pasaportave, dikush tjetër. Kështu që dhe në të gjitha institucionet publike që Bashkia e Kukësit do të administrojë. Pra të bëjmë maksimumin. Normalisht ka shkolla apo ka institucione të tjera të cilat kryejnë shërbimin në kat 3 apo të 4 dhe është totalisht e pamundur për një person për të aksesuar këtë lloj shërbimi. Kështu që është e matshme, pra është një objekt i cilin e shkojmë dhe e shohim. Okej, pjerrinat është një çfarë keni 2 listë? Është një qendër rinore multifunksionale. Hapësirat janë, Bashkia
ka asetet cilat janë deklaruara, kështu që mundet me ia dhënë ose një organizatë ose mundet me menaxhu vetë. Por duke marrë parasysh që do jetë një qendër multifunksionale që ofron shërbim jo 8-4 dhe të shtunë e diel pushim, sepse kështu ndodhte ne për qendrat rinore, por në kohën që të rit janë më të lirshëm për të aksesuar dhe për ta përdorur këtë. Ne kemi kërkuar që në buxhetin e ri të bashkisë të ketë një zë të veçantë specifik për rinin, për aktivitete rinore, i cili mund të jetë shumë pak vitin e parë, por do të shkojë duke u rritë vitet e tjera. Tek lista juaj që kishit edhe ambientet sportive, absolutisht. Fusha që duhen ndërtuar, Kuksi është marrë shumë me futbollin këto 2-3 vitet e fundit apo vitet e fundit, por jemi mirë, jemi krenar për të. Por ne duhet masivizimin e sportit. Kemi një sport elitar që është futbolli, kërkojmë masivizimin e sportit. Dhe si, hapësirë ka të mjaftueshme, por mund të përdorim dhe hapësirën e shkollave. Sepse kemi shkollat mesme apo dhe shkollat e vjeçara të cilët kanë hapësirë në territorin e vet, ku ti mundesh me shumë mirë, mundesh me vu një tabel basketbolli, me kriju një ambient përshtatshëm që fëmijët dhe të rit të ushtrojnë aktivitet sportiv. Tani, këto organizime, pra nesër ndodh në Kukës, unë do jem vetë atje. Nesër ndodh në Kukës, do vinë kandidatët e secilës prej partive politike që kandidojnë. Do vinë përpara kësaj liste. Dhe do kërkohet çfarë? Do kërkohet publikisht në nënshkrim i kësaj liste dhe marrja përsipër e gjithë këtij procesit realizimit të tyre. Janë të matshme sepse kjo lista që po them unë 1 2 3 4 5 është e shpjeguar në fakt në atë dokument që ne e kemi quajtur kontratë sociale. E kemi quajtur kontratë sociale jo se nuk ka pas kontratë sociale, sepse në momentin që një kandidat prezanton një program, ajo është kontrata sociale me zesit. I përgjigjesh apo jo është përgjegjësia jotja, pastaj aman përgjegjësia apo jo është tjetër gjë. Por kërkojmë që publikisht në prani të forumeve politike, në prani të rive të organizatës dhe të tjerë që mund të jenë pjesëmarrës, këta kandidat të marrin përsipër që këto 6 gjëra të cilat janë të matshme në kohë, në hapësirë, në objekt specifike, ti realizojnë. Me këtë ne do të mundsojmë që të ushtrojmë presion një kohë caktuar. Pra do t'i kthehemi mbas një periudhe, do themi shiko, ne kërkuam gjitha këto pjerrinat në qytet dhe në ambientet e tjera, absolutisht normal, atje ku është e mundshme, sepse në ka tret nuk e di se si do ja bëjmë. Por duke qenë shumë objektiv. Dhe ideja është shiko, mendoj që duhet të referohemi shembujve të kaluame dhe pastaj fillojmë dhe kemi na hyn frika edhe ne. Unë kandidoj për Këshillin e Bashkisë edhe më thonë që shiko se kujdes, domethënë miqtë e mi, se nuk është se kam pas në shqetësim të tillë. Dhe etiketimi është mrapa. Në momentin që ti afrohesh me njërin forcë politike, je ose i majt ose i djathtë. Në fakt ne kemi bërë një punë tjetër për të arritur në fakt për të ndikuar tek procesi i përzgjedhjes konkrete të disa gjërave dhe i vendimarrjes edhe brenda partive politike. Ne kemi punuar edhe me forumet politike. Kur them ne, jo vetëm unë, por janë edhe disa organizata partnere që janë edhe në Tiranë që vazhdimisht punojnë me to, por edhe në rrethet të tjera. Duke i bërë pjesë këta të ri, por edhe të tjerë normalisht, në këto projekte të vogla që ne realizojmë, edhe në përzgjedhjen e prioriteteve, se ndoshta harrova që ta përmend, në atë proces kanë qenë dhe forumet rinore politike si kontribues, duhet t'ja njohim edhe aty në meritën për këtë që kanë bërë. Ne kemi një mik më tepër brenda forcës politike. Që do të thotë që ne mundemi me shku dhe me kërku gjëra konkrete, që mos na thonë, okay, do bëj këtë kineman këtu dhe ti që e ke shtëpinë atje në fshat, e ke kineman se e ke këtu, siç thotë një miku im gazetar, dhe ti që kërkon një hapësirë xhel bashkë se e ke në mal. Pra, kërkojmë disa gjëra të cilat janë reale, të cilat ne mundemi me gjetë në shteti. Ky lloj procesi i përfshirjes edhe të formave politike, ne ka kriju këtë lloj marrëdhënie
të mirë brenda strukturës politike. Dhe mendoj që është e rëndësishme gjithmonë të kesh edhe njerëzat. Momentin kur qytetarët fillojnë të bëjnë pyetje, mua m'pëlqen shumë. Dhe para ca ditësh po diskutonim cilat mund të jenë disa prej pyetjeve që ne mund ngrem në Bashkinë e Kukësit, në Bashkinë e Arsimit të Kukësit. Dhe po shikonim disa dhëna shumë interesante. 28% e fëmijëve në bashkinë në veri të Shqipërisë janë me masë trupore në normat e lejuara, apo në normat ndërkombëtare të pranuara të rritjes. Dhe kjo është një pyetje shumë serioze, pra që nëse një kandidat për kryetar bashkie do ta merrte dhe ta analizonte një pyetje të tillë, duhet t'i jap përgjigje. Pra duhet ta orientoj ata njerëz. Do të keq ushqyerje, është e konfirmuar, është studimi i zakonisht në veri njerëzit janë edhe çik më të gjatë tipikisht kështu. Është keq ushqyerje, është 28% është nga studimi, është studimi i UNICEF-it bashkë me ministrinë, është i konfirmuar. Pra është një pyetje shumë me thelb, shumë problematike, sepse po rrit një gjeneratë e cila nuk është në parametrat e duhur. Shumë shpejt do të vijë të bëhet krahu jot i nesër. Pse po ikin njerëzit? Me që po flitet shumë që po ikin, po pse po ikin? Pse Kuksi është i mbytur në ujë dhe nuk ka ujë? Pse Kuksi ka gjithat pasuri minerale dhe në fund nuk dihet se çfarë ndodh realisht, pra ku shkon, çfarë bën, pse mbetet i varfër. Pra janë pyetje që janë shumë të mëdha, por janë shumë konkrete dhe nëse kandidat do të tenton të marrin përsipër të përgjigjen edhe këtyre pyetjeve, atëherë unë mendoj që këta kandidatë kanë seriozisht dhe do përpiqen të qeverisin nesër.